reagim nga bashkësia ndërkombëtare. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka rikthyer deklaratat për mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së lumit Ibër në territorin e Serbisë. Ideja për ndryshimin e rrjedhës së Ibrit nuk është e re. Vučić e kishte përmendur atë edhe para 2 vjetësh, në kohën kur po mohonte përfshirjen e Serbisë në shpërthimin që dëmtoi kanalin e ujit Ibër Lepens në varag të Zubin Potokut. Sipas Vučićit, që prej vitit 1985 ekziston një ide për të ndryshuar rrjedhën e lumit Ibër për nevojat e popullatës në qytetat afër liçenit, që si pasojë do ta thante ujmanin nga i cili furnizohet Kosova. Ne tashmë kemi ftuar ekspert që merren me këtë çështje, sektorin e ndërtimit, inxhinier dhe të tjerë. Kemi arsye për ndryshimin e rrjedhës së Ibrit dhe pastaj do të shohim çfarë do të bëjnë shqiptarët dhe si do të sillen. Presidentja në detyrë e Kosovës, Albulena Haxhiu, e ka quajtur shqetësim serioz dhe për t'u adresuar kërcënimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për ndryshimin e rrjedhës së Ibrit. Siç e dini, Ibër Lepensi dhe liçeni i Ujmanit janë pjesë e një sistemi jetik për furnizim me ujë, për energjinë, bujqësinë dhe jetën e qindra mijërave qytetarëve të Kosovës. Ndërhyrja e njanshme në rrjedhat ujore ndërkufitare do të kishte pasoja shumë përtej një çështje teknike, nga se do ta prekte sigurinë ujore, energjetike, mjedisore dhe njerëzore të Republikës tonë. Për këtë arsye, diplomatët tanë duhet i bëjnë të njohura këto deklarata në kryeqytetet ku shërbejnë. Për ministre në detyrë të mjedisit dhe planifikimit hapësinor Fitore Pacollin, resurset ujore nuk mund të përdoren si instrument kërcënime. Liçeni i Ujmanit dhe sistemi Ibër Lepens janë infrastrukturë kritike strategjike e Republikës së Kosovës. Ky sistem është jetik për furnizimin me ujë të pijshëm të qindra mijëra qytetarëve, për funksionimin e sektorit energjetik, për bujqësinë dhe për ekuilibrin mjedisor të një pjese të rëndësishme të vendit. Për ekspertin e sigurisë Drizan Shala, deklarata e presidentit serb Aleksandar Vučić mbetet vetëm një pjesë e retorikës së tij dhe nuk paraqet domosdoshmërisht një veprim konkret nga ana e Serbisë. Shala thotë se në rast se Serbia do të ndërmerrte hapa konkret për ndryshimin e rrjedhës së lumit Ibër, do të përballej edhe me pasoja që rrjedhin nga normat dhe rregullat e së drejtës ndërkombëtare. Sipas tij, një veprim i tillë do ta ekspozonte Serbinë ndaj rreziqeve të mëdha dhe mund të shkaktonte humbje të konsiderueshme shtetit serb. Qëndrimi politik është shtetit të rëndësishëm përballë ku dihet që liçeni i Ujmanit është pjesë përbërëse e infrastrukturës kritike të Republikës së Kosovës dhe çfarë do tentativa apo sabotazhe në ndërtim të liçenit apo të digës së Ujmanit do të konsiderohet një veprim i cili mund të atakojë sigurinë e përgjithshme të Republikës së Kosovës asoj të nacionale. Lumi Ibër dhe sistemi hidrik Ibër Lepens përbëjnë një nga infrastrukturat ujore më të rëndësishme dhe strategjike të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka folur edhe për rënimin e vilave përreth liçenit të Ujmanit, duke thënë se këto zhvillime po i ndjek nga afër. Vilat e rënuara janë objekte të ndërtuara pa leje në hapësirën që administrohet nga ndërmarrja publike Ibër Lepens. Ndërkohë shpërthimi në kanalin e ujit të Ibër Lepensit në fshatin Varag të Zubin Potokut në nëntor të vitit 2024, ku dyshohet se u përdorën rreth 20 kg eksploziv, është cilësuar nga autoritetet e Kosovës si sulm terrorist. Për këtë rast, përgjegjësia i është atribuar Serbisë. Për rastin është ngritur akt akuzë ndaj 3 personave dhe procesi gjyqësor ende është në zhvillim. Sipas dosjes së prokurorisë speciale Jovan Vicentjević, dyshohet se në bashkëpunim me vëllain e tij, Dragisha Vicentjević, ka dëmtuar me qëllim pajisjet e ujësjellësit duke përdorur eksploziv dhe duke kryer kështu veprën penale të terrorizmit.